Paso në Top Albania Radio. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve miq të Top Albania Radios dhe të Pasos. Takohemi si çdo të premte live këtu bashkë me panelin ton, me grupin ton, me ekipin e Pasos. Jemi gjithashtu në digital në kanalin Sport News sot me Gzim Sinemati. Përshëndetje. Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma drejtor. Dhe Arcanin. Mirëmbrëma. Si jeni sot herë? Si ndjeni? Do fillojmë, do hym pak si kontare. Do hym pak tek situata e ndeshjes se ka zhvillime nga më të fundit në këto minuta, sepse sapo ka përfunduar konferenca e shtypit e trajnerit Silvinho në Leskovc dhe kombëtarja tani po stërvitet në stadium, ka rreth 40 minuta që po stërvitet, që nga ora 17:30 diçka rreth 40 minuta që po stërvitet atje. Do bëjmë një lidhje me gazetarët atje, kemi një staf shumë të përgatitur që po e ndjek kombëtaren nga afër. Po më jepni një opinion juve para se pastaj futemi në temë direkt. Me që na pyetni si jeni sot, domthonë po fillojmë shprehja Thanks God it's Friday, kështu që jemi për ne te premte është dita e parë e javës, kështu që mos flit në këtë mos e vër gishtin në plagë. Varet me ka fletë. Gzim Sinemati. Ai tha anglisht po e them shqip të dhjerë dhe krenar. Lorenzo Emini. Vazhdo se Gzimi që jemi shumë mirë. Shumë mirë. Jemi mirë domethënë, Jemi mirë, do të tregon që jemi lart. Okej. Sot një lajm i fundit ka të bëjë me flamurin shqiptar që nuk është në stadiumin e Levkovcit. Është një gjest i parë që fillojnë tani të provokojnë serbët, edhe pse toleruam shumë në të gjithë të histori për ndeshjen. Po jo, një gjë na lë. S'ka shanse, në ndesh do të patjetër, se nuk e le delegati i UEFA. Po dakor, po pse s'është sot? Po s'ka rëndësi, sot vjen kontare, po vjen miku në shtëpi, ti tani që vjen dera i thua rri, priti aty tani. Do presësh 2 orë pastaj do futesh. Po janë kaq të kompleksuar saqë e kanë hequr në kohë që se delegati i ndeshjes kush vjen më parë, që ditë më parë, vjen shikon s'është. E ka parë ai, e kanë hequr. Edhe do vjen nesër prapë se s'kan ç'a bëjnë. Ne kemi hedhur videon te faqja e procesit dhe duket 4 flamurat, UEFA, FIFA, Serbia, flamuri Fair Play dhe në vendin ku duhet të jetë flamuri shqiptar, është kolona, ajo Shkopi është bosh. Tani është janë të kompleksuar, nuk ka lidhje me atë. Ndershme kur ekipi kombëtar i Shqipërisë vjen tani për të luajtur, ka pranuar që të luajë në Leskovc. Ka pranuar çdo gjë që ti ke thënë. Dhe tani ti nuk i vaz flamurin aty. Kanë qenë dhe gojë mbyllur për gjithë të javë, s'kan thënë asnjë gjë. Domethënë kanë zbutur çdo gjë tjetër. Nuk e di si. E di si është kjo, se ke filme që na rafin por hiç mos gjë. Ç'a do bësh tani? Më thuaj, ç'a do bësh? E di ç'a pozitë inferiore. Ç'a s'e ndodh me ata? Po ta fillosh me flamurin nuk mbarojnë dot pastaj. Se kjo është historia e federatës apo jo? Është federata serbe që bën këtë gjë. Se ka një kujdes. Me Rana Sjelltas, neve kur vim këtu ata bëjmë servilizëm politik, edhe sportiv. Nëse duhet një flamur serb ne vëmë 3. Ata se kanë fare. Shikoj nga krau tjetër ti, çfarë organizimi bëjmë ne? E çojmë gjërat në ekstrem, i bezdisim njerëzit. Prishet peshorja, nuk është më neshë sportive, është më shumë politike, si kjo tjetra që është shumë e fryrë. Dhe kjo neshë sporti rahat. Kjo bëjë më shumë politika se sporti. Më duket sikur ata që do jenë fush janë vetëm ajo pjesa sipërfaqësore e këtij eventi. Ne mytën fillon me flamur, fillon me këtë në vend, dalesh ke Silvinho merr me flamurin. Po jo, për këtë lajm i fundit, lajm i parë, sa ka hyrë kombëtarja në video. Lajm i parë, do merrem edhe me Silvinho, gjëra gjatë. Le flamurin se na myti kjo puna flamurin. Po jo, nuk është diçka, po le ta diçka ka që le. Mos u anko gazetar, le ta ankohen tonët. Ministria e Jashtme, le ta ankohet kryeministri, le ta ankohet presidenti i federatës. Çfarë ankohen ata? Po ne u s'po ankohem, unë po them si lajm, nuk po ankohem. Kaç kemi në dorë. Po nuk po ankohem. Ore, ata burrat që duhet merren me flamurin, këto e tregojnë sa duan flamurin. Le të bëjnë protestë. Ato që thotë Zimi, jam dakord. Dje për shembull po shikoja në një televizion isha të bë sport për vete, do pa çik kështu të titulli. Do një titull nesër luajm për gjithçka. Çfarë do të thonë kjo luajm për gjithçka? Ku çan to terma gjithçka, do të thonë gjithçka. Gjithçka sepse luhet gjithçka do pra vend dytë se ke sigurt që të shkosh domosdoshmë. Dakor, luhet për çdo herë edhe një herë. Po për vend dytë kanë ngelur se ç'do bëjmë. Po më pra, po kur thua luhet për gjithçka, do të thonë që o nesër o s'ka, pra po fituam nesër, pra a kupton? Do shkojmë botror. Po humbë të çanot. Jo. Është mirë që ta sqarojmë që ne fitoria me Serbinë na çon në vend dytë. Nuk është se na çon në botror. Në fakt Zimi. E kam ke Gzimi ku po thotë që lërini këto terma ju gazetarët, flamuri këta, ale flasin për sportin, për ata që kemi në fush. Aty nuk të duket lajm që aty shkon shqiptarë dhe s'është flamuri jon aty, nuk të bën përshtypje. Jo.
Me ata njerëz aty, çfarë do përshtyjnë me ata? Ja, di çfarë bën përshtypje. Që s'është flamuri pritet, po që bën këta flamurtarët ata? Po ndoshta kanë bërë një notë ata proteste mos. Po çfarë proteste bën këta? Këta do bëjnë organizim bashkë me Serbinë. Shohim, do harrojnë një flamur këta ku të bashkohen bashkë. Lorenz, ta bëj një pyetje tjetër. Kur erdhi Serbia këtu në stadiumin e Robena për të qenë të ndershëm. Po ku ditë ka qenë apo e flamurin në Slovidi? Nëse dim. Po jo më kam pamjet po them. Është pamjet, më janë pamjet e stadiumit. O vllat, kur ka ardhur në Slovidi po them, ka qenë flamuri serb atë po thoja. Ka qenë, sepse si flamuri serb ishte, por ishte një flamur më i vogël në krahasim me të tjerët. Mos është kjo një shenjë që ata po na kthejnë reston nga ajo që ndodhi kur ata erdhën këtu? E mbamon që ishte stadium më i vogël. Kupton po u futën me centimetra tani po u futën te kjo bisedë flamuri i vogël, flamuri i madh, shiko. Një diçka kam për ta sqaruar. Që serbët ta thashë historinë e flamurit, sepse mbamon që ndodhi me kongresin që u bën në Beograd që dogjën ata hyn brenda e dogjën flamurin e Kosovës atje. Pra historitë e flamurëve nuk janë për t'u anashkaluar. Që ishte mbledhje UEFA. Po ishte mbledhje UEFA, hyn territor të UEFA-s ata morën flamurin e dogjën. Që ta heq pak nga nëse diskutohet për Serbinë dhe për federatën e tyre ata s'ka lidhje fare me asnjë gjë me sportin. Federata Serbe për mendimin tim në gjithë këto vite që ndjek, jo nga 2014, historikisht, nuk ka lidhje fare me organizimin e ndeshjeve. Ata e kanë problemin vetë, vetja e vetë, më janë të kompleksuar. Ti shiko çfarë bën me Anglinë, që s'ishin fare ne, flamun të Kosovës, Shqipërisë digjnin. A kupton ku jemi apo? Jo me ne që do luajnë që një flamur, atëherë s'u bën përshtypje fare. Kanë ngel shumë mbrapa vëllai. Po janë shumë, ata janë pra primitiv, më njerëz primitivë. E kanë marrë sepse të merresh me flamurin sot në 2025 me një vend si Shqipëria, që është vend se ti, domethënë, Kosovën së njeh, okay? Në sensin që së njeh dhe nuk patjetër që nuk e do. Po me Shqipërinë, që s'kemi asnjë lidhje, domethënë ne këtu kemi qenë dem babaden me çfarë flamuri merresh ti. Ata janë primitiv, janë të marr peng. Po ta shikosh futbollin serb, është i marr peng nga bandat. Ti e pe me Anglinë, më dolën në stadium personazhe që janë non grata në Evropë të kërkuar dhe dilin me parrulla, a kupton ku jemi? Ç'pun kemi ne me ata, më ne as që afrohemi. Nesër besoj që do jetë, nuk pa përmendje që të ndodhi që nesër mos jetë flamur. Po s'po jashtohet asgjë me. Po nuk e fillon ndeshjen me delegati UEFA-s pa qenë flamurin shqiptar, mos ka si shanse por. Futemi pak tek shiko më fal Glen, po tjetër për FIFA-n dhe UEFA-n Ardo me ata. Ai i kanë kaq i përkëdhelin sa nuk ka mundësi. Po jo, po është rregullore standard. Nëse nuk fillon ndeshja po si flamurin. Ata duhet ishin të dënuar, po ata do merremi gjëra gjatë me ndeshjen Serbi-Shqipëri, me deklaratat që kanë bërë trajnerët sot, do flasim edhe për Kosovën sepse luan pas pak orësh, më saktë në orën 20:45 Kosova luan një ndeshje shumë të rëndësishme në Prishtinë, do bëjmë dhe një lidhje me gazetarët e Digitalbit në Prishtinë për të kuptuar se çfarë po ndodh atje, si është ndeshje shumë e rëndësishme me Sloveninë. Do shohim dhe formacionet me të cilët do luajmë ata. Do shohim gjithashtu dhe do të hedhim një sy, një vështrim edhe ndeshjeve të tjera europiane. Në Franca luan sot me Azerbajxhanin, nëse do lihet Mbappé apo jo, ka një diskutim në Spanjë sepse Reali Madrid nuk do që ai të zbrezi se ka një dëmtim. Do ta shohim se si do të rrjedhin ngjarjet në këto minuta. Po mbetemi pak tek Shqipëria. Tema e dytë që do doja të diskutoj pas çështjes flamurit atje është kjo e ndeshjes me një kapacitet në një stadium të vogël me 6000 tifozë parashikohet që të jetë nesër, ku të gjitha biletat janë të kontrolluara, të personalizuara, pra nuk hyn dot, nuk hyn dot nga shteti. Nuk hyn dot, po, asnjë njerëj që nuk është i regjistruar me atë emër bileta, pra nëse biletën e ka bler Ardi, nuk futet dot Lorenzo Emini. Do ketë kontrolle të ashpra e gjithë gjërat e tjera, stadiumi do jetë me komunitet futbolli, pra dhe partnerët, sponsorët, çfarë fton Federata Serbe Futboll, pra gjithçka e kontrolluar. Në çfarë situate luajnë ne? Do i lejt futen fush, do i lejnë ekipet. Në çfarë situate? Pjesë e dytë. Si mendoni që do ndikojë kjo situatë në ndeshje? Si e shikoni ju këtë gjithë këtë histori të organizimit të ndeshjes? Tash e para punës duke nisi çik nga ti e the që do e prekesh më vonë pjesën e intervistës që ka dhënë Stojkoviçi në konferencë për shtyp. Por ai e thoshte domethënë që në ndeshjen në Tiranë patjetër që rrezikuam të humnin, tha, po nuk e meritonim, por që ambienti dhe entuziazmi i tifozërisë domethënë atje i bëri ekipin shqiptar që të duket më mirë, po, më mirë se ç'ishte. Pra ai nuk e tha kështu, po e tha indirekt. Tani i takon këtyre lojtarëve profesionistë, na kupton që në një vend hostil
që i thonë tash shqip të situatar s'po them armik, po hosti të ashpër të padëshiruar, domethënë të padëshiruar. Ta kenë mendje ke futbolli dhe të luajnë futboll dhe të tregojnë veten e tyre, sepse fundit domethënë kur ne shpëtuam paq në atë zallamajit madhe që u bë domethënë përpara 2014-ën, këtu ata vetë nuk duan rromuar sepse e kanë thënë vetë, domethënë nëse diçka ndodh, a kupton, pastaj janë të dënuar përse për 2 vjet nuk marrin pjesë në për evente nëse është kjo e vërtetë. Kështu që në këtë kontekst nuk domethënë klima o ka qenë klima armiqësore në atë stadium Beogradit me plot, kjo klima këtu me 6000 veta, me 5000 veta, as ka përqenë lojtarët nuk kanë pse ta ndjejnë domethënë këtë lloj që sepse nuk është një lloj nuk është, do të them, është diçka pozitive për ne që stadiumi është me 6000 vetë, por nuk janë ata tifozët e zjarrit, diçka tjetër. Por unë kështu e mendoj, ndoshta për ne është diçka pozitive. Unë them që po. Po. Edhe pse po ta shikosh nga një krah tjetër, unë pata një takim me dy futbollistë kombëtarës që edhe nuk është se ishin shumë të kënaqur me këtë. Më mirë të ishin Beogradësh, më shumë presion do kishin ata se sa futbollistët tanë. Edhe unë me këtë mendim jam faktikisht që serbët janë ata që do ta, sepse mos i mendoti edhe ata, sepse ata lojtarë janë si këta tanë, nuk kanë ndryshim. Ata do ta vuajnë presionin më shumë se sa ne. Mendoti në një rezultat negativ përsëri, mbas asaj shuplage 5-0, të psosh një rezultat tjetër me ne, se ç'a mund të ndodh? Mendoje kështu. Po ç'a mund të ndodh për shembull? Ç'a mund të ndodh? Po tani ne dim se me ç'a me ka po luan ata futbolli ndoshta e përjetojnë pak më shumë se ne. Patjetër po. Qoftë fitore, qoftë humbje. Aty dhe situata shumë e tensionuar, nuk është vetëm brenda ekipit. Po. Situata brenda federatës. Lojtarët që Miliković Savić nuk pranon të grumbullohet. I vllai vet ka refuzuar të vijë. Biletat e stadiumit janë marrë nga qeveria, janë shpërndarë nga qeveria. A kupton ti për ç'a futbolli, për ç'a sporti flitet aty? Marrim ça, dëgjoj. Blendi, përpara se të marrësh ça. Jo, doja të bënim një lidhje, po. Po. Do të thoja këtë, që neve merrem me flamurin, ne nuk merrem pse pranuam ne të ndrojmë. Unë thash edhe në emision këtë procesi. Pse pranojmë palajon të ikte këtë nga Beogradi atje. Tash po ju them një gjë, ata I pas kanë propozuar Anglis. I ka thënë Anglia, si të vim ne në një vend me kaq njerëz dhe s'ka as aeroport asgjë. Si do sjellësh Anglin në atë qytet? E kupton se ç'a ndodh? Ç'a aeroportesh ka një vend? Që Anglia është Angli, po edhe Shqipëria është Shqipëri. Po Shqipëria është bë politike tani. Tani po jo më të llogaritës, llogarit. Ora ai të lavdëroi, ai brenda një deklarate me 10 rrallë, 7 herë tha faleminderit që pranoi ndryshimin e stadiumit. Tash I duroj edhe flamurin, duroj edhe rezultatin. Bëjmë një lidhje me Leskovcin me Elvis Rexën. Përshëndetje Elvis, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dëgjohemi mirë, besoj, ëh? Dëgjohemi mirë. Po. Jemi live në Paso në Top Albania Radio, po ashtu dhe në digital në Sport News. Cilat janë të rejat në të fundit, çfarë ka ndodhur me çështjen e flamurit që nuk ishte në stadiumin e Leskovcit? Atëherë, nuk kemi patur mundësi që të marrim një informacion cila është arsyeja, Glend, duke qenë se ka qenë pak një lloj aventure ardhja deri këtu. Pas një arsye jemi vonuar rreth 2 orë në dogan nga doganierët e palës serbe. Aty lloj arsye vetëm thjesht prisnin. Informacione ku do shkoni, pse do shkoni, ku do rrini, kush do rrini, të tilla histori. Megjithatë, pas 2 orësh, duke I bërë të ditur që kemi në orën 3 mbledhje edhe me UEFA për ndeshjen, në orën 3 pikë na thanë mund të ikni. Pra 2 orë që ndrohet në kufi, 2 orë. Po, 2 orë në kufi. Dhe më pas erdhëm me shumë vitim për të kapur. Elvis, edhe diçka, ishit vetëm ju apo kishte edhe shqiptarë tjerë që po kalonin atë moment? Jo, vetëm ne. Pra vetëm juve që ndruat në pritje. Po, pas nesh, pastaj erdhën 3 gazetarë tjerë. Gazetar kolegë tanë shqiptar. Shqiptar, u morën me ata, pastaj por për fatin e tyre të mirë, nuk qëndruan aq sa ne, por qëndruan diçka më pak. Do të thonë asnjë lloj arsyetimi, thjesht duhet prisni sa të marrim një konfirmim. Po, prisni. Kërkuam, I kërkuam që kush është arsyeja, prisni, kaq. Prisnin makinë, lutem, ndona si arsye. Pastaj udhëtuat direkt drejt Leskovcit, pra shkuat direkt në stadium. Si ishte situata aty në stadium, masa që kishin marrë, çfarë pat aty? Shtetërrethimi I gjithë qytetit në çdo rrugë, forcat shumta policie. Duhet të thënë që masat e sigurisë janë maksimale, nuk ka
probleme për sa i përket situatës të paktën këtu për momentin, gjithçka është e qetë, nuk shohim që të kemi klimë armiqësore edhe në kontakte që ne kemi me security-n, pra për të hyrë nga një derë dhe për të dalë, ju e dini shumë mirë që gjatë transmetimit të një ndeshjeve për ne gazetarët ka lëvizje do të hyjmë nga një zonë tek tjetra, sidomos ndeshja dita përpara ndeshjes është shumë e ngarkuar në këtë aspekt, pasi duhet të mësojmë pozicionet në të cilat do të jemi përpara, gjatë dhe pas ndeshjes. Dhe kemi parë që ka qenë një frymë miqësore, nuk kemi parë frymë armiqësore. Kjo është e rëndësishme. Por ajo që nuk na pëlqeu ishte mungesa e flamurit në stadium. Nuk kemi një Po ndonjë nga federata jonë u shqetësua për këtë çështje? Nuk, Glen, nuk kemi pasur kohë që të kontaktojmë me atë. Domethënë, ndoshta duket pak që çuditshme, por është realisht e tillë. Nuk kemi pasur kohë as marrim të tregojmë kamerën për të bërë një lidhje me kamerën, ne në planin tonë e kemi të bënim një lidhje me kamerën, por nuk kemi pasur mundësi të bëjmë gjërat gati dhe prandaj me telefon. Edhe një gjë tjetër, stadiumi, 2 tribunat që kanë mbrapa portave, do jenë me ato banderole, pra nuk do jenë të mbushura me tifoz, do jenë bosh? Ato do jenë bosh, se ato plotësojnë pikërisht ato 20% e stadiumit që është i dënuar nga UEFA. Ashtu sikur se u bë dhe në ndeshjen që ne patëm me Letonin, ku ishte i dënuar 20% e stadiumit të qëndroi bosh, pjesa e Federatës Serbe kanë vendosur që vendosin ato 2 flamuj pikërisht në atë zonë. Ka shumë, po them realisht që ka shumë security, ka polici, ka security, ka shumë civil, cilët janë me organizimin e masave të sigurisë. Por në atë moment duhet ta theksoj se nuk ka frymë armiqësore, mund të themi, apo problematike. Edhe një gjë të fundit, ndonjë dëmtim në një gjë që na shqetëson nga ana fizike për kombëtarën në këto orë të fundit, ka patur apo është gjithçka okay? Është gjithçka okay, të paktën edhe në konferencën për shtyp, trajneri Silvinho bëri të ditur që gjithçka është mirë, pra për sa i përket lojtarëve të cilët kanë ushtruar me skuadrën, pasi tjetë problematika e lojtarëve që nuk janë mbuluar për arsye të timit, por pjesa që ka ushtruar me skuadrën është e gjitha në dispozicion, i kanë parë lojtarët e karikuar, pres me padurim edhe mes një mini seancë, ashtu sikur se Silvinho është mësuar ta bëjë gjithmonë ditën e ndeshjes paradite, një seancë të vogël dhe pikërisht aty më pas merr indicet për të vendosur dhe formacionin. Edhe një gjë, mund të them Glen që shumë shpejt mund të kemi edhe kamerën në dispozicion për të bërë edhe një lidhje direkte. Edhe një gjë logjistike, kombëtarja udhton mbas stërvitjes sot shkon kthehet në Nish, pra do ri në Nish, pastaj nesër vjen vetëm përpara ndeshjes. Kjo është vjen përpara ndeshjes. Distanca nuk është e madhe, diku tek 30-35 kilometra. Është distanca nga Leskovski në Nish dhe në këtë aspekt gjithçka është perfekte. Do thoja, tani, më thej që mund të bëjmë një lidhje me kamera? Po, besoj që jemi gati, po punojmë. Atëherë, për rreth 10 minuta ne do shkojmë pak në publicitet, nëse mund të kemi pak Redi Jupin dhe Ylli Akën për bërë një rezume me si e shohin ata ndeshjen dhe gjithçka tjetër, pas pak minutash. Tjetër duhet që t'i kontaktojmë ata se jemi shpërndar. Mblidhe pak grupin, tani organizoj aty afër stadiumit edhe për 10 minuta, 15 minuta maksimum bëjmë dhe një lidhje me ata për të marrë edhe një opinion se çfarë do ndodhi nesër dhe nga aspekti taktik pak me Redi Jupin. Okej, falenderoj Visrexhën nga Digitali për këtë lidhje dhe informacionet që dha për çështjet e fundit, pra lidhje me stadiumin, organizimi, gjithçka tjetër, qëndrimi në kufi e të tjera të tjera. Tash dëgjoj një shprehje që është armiqësore, domethënë ideja është miqësore. Jo, nuk ka frymë armiqësore, tha. Pra, nuk ka frymë armiqësore. Po nuk tha frymë miqësore, tha nuk ka frymë armiqësore. Po tani miqësore, armiqësore. Jo, pra jo, ti jemi të saktë si me shprehjet, se vjen keq. Nuk do me, tha nuk shohim frymë armiqësore. A tha kështu apo si është kështu? Po, nuk shohim. Çfarë armiqësore si jemi luthulla?
Çdo më thon kanë miqësore. Po mirë tani ne herën e fundit që kemi qenë aty na goditën na sulmuar me karrige. Po lejmë çfarë herën e fundit goditën ne punojmë me serb çdo javë burr. Punojmë kemi biznes, kemi punë, kemi njerëz që ka situatë ndryshe. Po lejmë se ska lidhje pjesa situata harxohet me provokime. Kudo që të shkosh ti, kudo që të shkosh ti, po provokohemi. Vjen edhe këtu kanë nevojë. A se kush provokoi Qoqën Flamurin apo? Ma thuaj këtë ti, me që po provokojmë ne. Kush provokoi Qoqën Flamurin? Ja ku jemi apo? Ne apo ata provokojnë? Historinë Flamurin nuk e dim akoma pra. Nuk japin sqarim ato që janë atje si do ta marrësh vesh ti. Auton ne kishim tifozët polak këtu që bën ato që bën. Pse i mbajtën 3 orë kot? Më fal, ja tjetra. Pse i mbajtën 3 orë gazetarë? Okej, në rregull. Kot, rrini prisni. Okej. Po ndoshta kanë bën një verifikim për personat që kalojnë kufirmë, duan ta dinë kush është Lorenzo Emini. 3 orë. 3 orë më 2 orë. Shiko, gjatë gjithsa javë unë kam ndjekur pak mediat serbe dhe ata rëndësi shumë të madhe nuk po japin shumë ndeshjes në aspektin e rezultatit. Për momentin, flasim. Ata kanë një rëndësi të veçantë se nuk duan më rrëmuja. Nuk është një arsye rastësore që ata quhen në një stadium të vogël, që biletat janë të personalizuara dhe kontrollet do jenë shumë të larta. Ata kanë marrë një zotim në FIFA dhe në UEFA që nuk do ketë asnjë incident qoftë edhe të vogël në stadium, sepse nëse ata bëjnë një incident qoftë edhe të vogël, dënimi që ata kanë marrë herën e fundit mund të shumëfishohet dhe rrezikojnë. Lajmet e tyre kanë qenë, nuk do të përsërisim 2014-ën, sepse për atë ngjarje që ndodhi aty humbëm një kampionat evropian. Dhe a ja lejon vetes dot sot Serbia të humbas për herë të dytë një kampionat, nëse mund të shkojnë, se nuk e dim çfarë do ndodhi, nuk ja lejon dot. Nuk mund të bëj dot gabimet e të kaluarit. Për këtë arsye, sot ata thonë, e rëndësishme është që ndeshja të shkojë mirë. Pastaj pjesa tjetër, rezultati nuk e kanë ata në dorë. Do luajnë lojtarët, do shohin çfarë do prodhoi fusha. E dëgjova logjikën tënde. Tashti. Ktheu mbrapsh ke neshja që u bën në Shqipëri me Serbinë, neshja fundit. Shiko kohën, shiko kronometrin për sa sekonda kalojnë gazetarët serb në aeroport. Dhe mati me kohën me gazetarët tonë. Te aeroporti nuk besoj që kanë pas problem. Ata s'kan problem. Kufirit kanë problem. As vulën s'kan marrë, kanë kaluar në ajër, me dron kanë ardhur. Pse na ndodh neve? Po mirë ne s'kemi këtë gjë tani. A fillove? A hape temën me Samirin? A morë gazetarë duke i trajtuan? Do ankohemi pse nisi mirë. Çfarë kushtes kërkon ti më? Po pra, çfarë kushtes kërkon më ti? Me që këta të dy minimale probleme. Po mbajnë ti gazetarët anglez që nuk i lënë fut, nuk të luan lia. Kurse kenes quhet fakt. Kenë nuk pyesin ata gazetarët. Mbaj gazetarët anglez dhe shikon ç'a bëhet. Bëhet neshja apo s'bëhet? Po pra të tjerë që kanë armas tyre kanë hyrë pra. Po ç'a do të thon kjo tani? Çfarë ishin dhe ata shqiptar? Të tjerë që kanë armas tyre shqiptar kanë hyrë pa masat ato. Po masat u lodhën. I pe masat në Elbasan do i kujtoj një gjë për histori. Mund ta flas ta mbaroj? Po mbaroj se Kloj do na japi 30 sekonda. Kjo Kloja ka kaluar këtyre albierëve të FIFA. Ecin minuta ku sa pitën ta. Ecin. Dgjoj. U mor masa atëherë në Elbasan, po ç'a masa është? Jo Leskov, një Leskovac, një Leskovsk, më marr me këtë emër në këtë qytet. Herë thoshim Leskovac, këtë javë Leskovsk. Në shat po them. Nga Beogradi kemi shkuar shat. Më korrigjuan disa miq nga Kosova që quhet Leskovc. Ka qenë më përpara tok shqiptare quhet Leskov. Ata kanë ndryshuar, kanë bërë Leskova. Ne tani gjithë emrat aty si ndojnë ata. Okej. Tani shkojmë në Elbasan, super masa. I zhveshëm rrobat laguriq. E mani mendove. Po. Çfarë si bën? Na futën i drut bukur atje. Në Elbasan ata. Me Terezi po. Dhe politika, dhe kjo politika, sidomos dorë të kryeministrit, të has ka problem fare ata. Ne ata në edukat morëm 10-ta. Në gjimnastik s'morën not mirë. Kush është qëllimi kryesor? Që ti pëqisesh njerëzit laguriq të hyn në stadium, edhe ajo që neshja që është kryesorja dorim plan dytë. Ja kështu e kanë këta. Kështu kanë ta gëzohen kur del nesha barazim. Ja ka rrezik dali barazim dhe kjo, se s'do prishin raportet dhe nuk e luajn sportistët dhe luajn ata barazimin. 10 edukata, 4 struktura, 4 struktura mesatare. Po jo, zbashkohen bashkë ato. Ka njëra kalon ke njëra anket. Jo, ti ke pas ke beksat shumë, që më lisi dy lënd. Në pjesën tjetër do flasim për arbitrin e ndeshjes, do flasim me Redi Jupi dhe Ylli Agën për të marrë një opinion dhe çfarë ndodhi në konferencë, do flasim për Kosovën dhe gjithçka tjetër. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi. Jemi rikthyer live në Top Albania Radio dhe Sport News në Paso, direkt do shkojmë në Leskovc të bëjmë një lidhje me Ylli Agën dhe Redi Jupi, nuk e di nëse na dëgjojnë. Ylli, Redi, përshëndetje. Përshëndetje, të dëgjojmë shumë mirë. Na dëgjon shumë mirë. Okej, jam në studio me Gzim Sinematin. Ne ju dëgjojmë shumë mirë. Vetëm do kemi pak kujdes se zëri mund vi pak me vonesë. Jam në studio me Gzim Sinematin, Lorenzo Eminin dhe Arcanin. Gati për të bërë disa pyetje dhe për të vënë vështirësi, besoj.
Jemi 3 doganier këtu që do të marrin rradhë të kaloni këna. Jemi në i veshur, për momentin ylli. Atëre, Redi, besoj dëgjove e ndoqe konferencën e trajnerit Silvinjo, nuk e di si çfarë përshtypje të la, si dole nga konferenca. Italianët kanë një shprehje, lascia il tempo che trova, thëmë. Do më thënë, e lë kohën ashtu se gjen, do të nuk ka as influencë. Pra asnjë gjë të re. Gjë të re. Unë nuk është se pret gjëra të reja dhe jo domosdoshmërisht duhet të thotë gjëra të reja në konferencë, por më duket se nuk i përgjigjet pyetjeve, edhe i shmanget pak a shumë atyre gjëra. Ndërkohë që mbase mund të jetë dhe një, po themi, një veprim strategjik e tij, një taktik para ndeshjes, por nuk i përgjigjet. E shikoj që e ka shtrirë të ndeshjen në 3 ndeshjet e ardhshme, me sa shohun. Qa do thotë që e ka shtrirë në 3 ndeshjet e ardhshme? Do me thënë, kur ke një ndeshje vajti ardhje, do me thënë që kjo ndeshje nuk luhet vetëm sot, por luhet në 180 minuta. Pra këtë ndeshje kemi shtrirë dhe në ndeshjen e kthimit. Pra i ruajmë, po themi, ekuilibrat dhe interesat dhe në raport me atë që do jetë atje. Pra kjo ndeshje është sigur kemi edhe 2 ndeshje tjera, pra Andorra dhe Anglia. Ndërkohë që unë në preferencat e mia, po besoj se këtu përfaqësohet dhe një pjesë madhe e publikut, do doni që kjo ndeshje të luhej për këtë ndeshje, sepse unë nuk shikoj ndeshje mbas saj nëse neve nuk e fitojmë ndeshjen. Edhe për Yllin kisha diçka, nuk e di, a kuptove diçka rreth formacionit që mund të luajë nesër kombëtarja, nuk e di Ylli, me çfarë përshtypjesh dole ti nga konferenca? Jo, e kisha për Yllin këtë, e kisha për Yllin. Për Yllin, okej. Dhe ishim bashk Glen dhe besoj kemi krijuar në kokë një formacion mundshëm me cilin mund të luaj trajneri Silvinjo nesër, duke i shkruar logjikës se i ndryshon pak përse takon zgjedhjeve të tij të para dhe dilemave të cilat ka patur, besoj që tani më e ka të fiksuar formacion me cilin do të nis nesër nga minuta e parë. Që mund të jetë pak a shumë? Që mund të jetë Strakosha, Hysaj Ajeti Gjimshiti Mitaj, do të jetë Sheu Aslani Laçi, Broja në djath, kemi Manaj në majën e sulmit dhe Bajrami në krahun e majt, por kemi të dyshime Bajrami Manaj me Hoxhën dhe Dakon. Bajrami Manaj, Hoxha Dakon, okej. Me favorit 2 emrat e parë që i përmendëm. Gzim Sinemati, filloj me një valë pyetjesh tani. Çfarë ke në kuriozitet për Redin, për Yllin, nuk e di. Redi, po e fillojmë në një tematik jashtë përmbajtjes futbollit. Për atë 2 orë që netet në radhë, bëti lloj protestën e lloj gjë atje, sepse gazetarët serb këtu kanë kalu pupthi për një, nuk kanë humbur asnjë çast. Neve pritem si ngjalp ata këtu. Jo, Gzim. Sepse neve themi që problemet që kemi neve me serbët, problemet që kanë ata me ne dhe mënyrën si na trajtojmë, do të thënë i themi kështu sporadikisht ose i themi në random në diskutime të përgjithshme, por sa herë që vjen këtej e kupton se sa, madje unë e thash edhe Yllit dhe diskutova edhe me çunat, do të thënë po një bisedë lirë që si ka mundësi që ne të bashkëpunojmë me këta, do të thënë në mënyrën se si këta na trajtojnë neve. Pra, ndërkohë që neve aty i deklaruam që ishin dhe nga një televizion që ishte transmetuesi zyrtar i ndeshjes. E kupton, dhe na mbajtën atje, na pyesin në çfarë hoteli do shkoni, çfarë godine ka hoteli, çfarë pamje ka, numrin e hotelit, do pyetje të çuditshme shumë, domethënë. Po neve na mbajtën ja 2 orë aty, po themi pa asnjë shkak. Ata që ishin brapa nesh ishin ca djem që ishin tifoz të rastishëm që kishin ardhur për shikon ndeshjen, pam që i zbërthyen dhe sedilet e makinës. Ja zbërthyen, i nxorën sedilet jashtë. Unë nuk e di nëse ata çunat vetë dinin me zbërthy sedilet e makinës vetë, domethënë po ata ditën si të zbërthenin. Më kupton, pra, kjo është mënyra se si trajtohemi neve. Pastaj Gzim, këtu ti e di shumë mirë që këtu çfarë do ankohesh, domethënë këta janë partner në gjërat që bëjnë, ti e di shumë mirë se si janë gjërat, kujt janë ankohesh, çfarë të ankohesh, domethënë. Po se hapa me misionin, një respekt që krijohet. E hapa me misionin Redi me flamurin, sepse ishte lajmi si veçantë dhe i thash Glendit, nuk jemi ne që duhet ankohemi. Ke president federate, ke kryeministër, ke politik, ke ambasador, ke përfaqësi, le të merren ata me flamurin.
Tani s'çe ka flamuri atje dhe vjen si lajm i parë. Po mirë pra, ti ke vajt në fshat po e bën ndeshjen. I ke shku mbrapa atyre. Po e bën në ndeshjen me rrethana krejt çuditshme, me një publik që s'quhet publik. Vetëm po ndihmojmë serbët, në gjithë të ne inshallah nuk e ndihmojmë as në fushë. Tani, unë po themi një gjë për të fshatin këtu, sepse neve po vini për të gjetur stadiumin në Google Maps. Dhe unë po kërkoja stadiumin. Në Google Maps unë gjeta 4 stadiume këtu. Dhe nuk dinim kush ishte stadiumi i ndeshjes. Patjetër që ishin në stadiumet vogla me një tribunë ata 3 të tjerët. Ky stadiumi që do luhet ndeshja sot në Shqipëria përveç Air Albanias, që është një investim shtetëror federative etj. Nuk ka stadium si ky këtu, si ky që do luhet ndeshja nesër. Pavarësisht asaj që neve ata na kanë sjellë për interesat e vetë etj, po unë kalova diskutimin në prizëm tjetër pra. Pra neve këtu jemi në një fushë po luajmë ca fëmijë do ngjitur me këtë stadium, që edhe një fushë tjetër në krah të kësaj, domethënë. Pra, ky fshati që kemi ardhur neve ka 4 stadiume. Dhe stadiumi që është tu mbrapa nesh, që stadiumi që ishim ne që pam dhe servitin dhe këtë, do thonë do ishte projekti model për çdo qytet shqiptar të madh, jo qytete të vogla. Është një stadium që të rrethohet me fusha, jo me kulla, thotë. Po. Po çfarë si ka më le të bëhet stadiumi dhe me kulla? Le të bëhet me kulla. Jo, ka shumë rëndësi. Më Po mirë të bëhet rrethohet me fusha. stadiumi. Tani ta vazhdojmë pak me pyetjet. Arcani ka diçka? Edhe unë Ja ta marrë Edi se Redi, kishe diçka për të mbaruar? Jo, po për të sqaruar atë, sepse ai diskutimi që bën ti që neve na çuan ai fshatësh tjetër gjë është në raport me marrëdhëniet dhe politikat dhe problematikat që janë në këtë ndeshje. Po desha të thonë që ky fshati, domethënë e thash, siç e thash, nuk është ai fshat domethënë. Ky fshati për ne është kryeqytet sportive, jo kryeqytet kështu në raport me qytetin dhe me çfarë përfaqëson qyteti. Tashin në Arcani. Mi mbrëma Ylli dhe Redi në vijim të asaj që theje për stadiumin, unë i shkoj edhe pse dëgjova edhe intervistën e Stojkovicit ku tha që kushtet janë të shkëlqyera, pra ai ka fol për terren sportiv, pra dhe pse ajo është kryesore, pra dhe për stadiumin, për kushtet e stadiumit. Kështu që në këtë kontekst jemi në një linjë. Po për te këtyre gjërave të tjera ne dimë se na trajtojnë etj, kështu që me fjalë ura juve taksirati që të prisni 2 orë domethënë aty dhe të gjëra dhe dijen, por do të futem pak ke pjesa sportive që ndoshta s'kemi shumë kohë. Pra, nga informacioni që përmendi Ylli, domethënë mendoje se paktën për këtë balotazhin ndërmjet tyre të dyve mund të ishte paktën kjo zgjedhje, sepse Stojkovici e tha troç në konferencë për shtyp që jam shumë i qartë se do luajë Shqipëria, e di shumë mirë se kë ka të luajë, ndoshta 1 ose 2 mund të jenë kështu, por jam shumë i qartë. Pra ai na thanë që na njeh pranë më të gishtave mënyrën e stilit tonë të lojës. Për mua apo për Yllin është? Jo, për ty pyetja pra ke ky balotazh i famshëm Daku pra ke këto Mane. Po. Dhe Hoxha me. Po, Ardi, unë nuk mendoj që tani në futboll ka më sekrete midis skuadrave. Pra, ajo që thot trajneri serb është e vërtetë, siç është e vërtetë që edhe neve e njohin më skuadrën. Tha dhe Silvinjo. Po e tha dhe Silvinjo këtë në konferencën shtyp. Unë do doja që ai të fusë lojtarët më të mirë që ai mendon. Ishim me sa duket ka një ndërprerje të linjës të lidhjes me nëse mund ta Okej. Po, redi vazhdojmë se kishte një shkëputje të vogël. Po, pra, unë nuk mendoj që ndikon shumë njohja që ata kanë për ne, në atë se çfarë mund të shprehin fushë ata lojtarë që ata i njohin, domethënë. Kjo nuk ndikon fare, sepse e kam dhe nga përvoja, domethënë. Ti mund ta njohësh sa duhesh një lojtar, nëse ai e interpreton ndeshjen siç duhet performon, nuk e çfarë ti bësh fare. Pra, kështu që unë nuk do doja që ai të bazojë shumë te kjo, por e tha dhe Ylli, ai ka një dilemë në këto balotazh, po themi, pra Manaj me Dakun dhe Bajrami me Hoxhën. Me Hoxhën. Dhe domethënë ai nuk është se ka këtë balotazhin që ka ai në mendje, po them unë, po që edhe unë mund ta kisha si dyshim dhe si dilemë. Nuk është se ka në raport me këtë, pra që ti fshej kartat kundërshtarit dhe të luajë në raport me ekipin kundërshtar. Si të vijmë me sa kam parë unë, nuk është se e bazon shumë lojën e tij mbi kundërshtarët. Ai gjithë kundërshtarët njësoj i vlerëson. Ai na vlerëson si inferior në raport me të gjithë kundërshtarët.
ne luajmë atje mbrapa të kujdesshëm, mundohemi të krijojmë diçka, po themi, pak dhe jo shpesh në fazën sulmuese, dhe me ato është munduar të maksimalizojë rezultatet. Kështu që nëse ai do shikojë që Bajrami i jep më shumë se Hoxha, apo Daku është më i përshtatshëm në raport me Manen për atë se çfarë kanë dhënë në ndeshjen e fundit, ai do bëj këto zgjedhje. Kam një pyetje për Yllin. Hajde, edhe një pyetje të fundit që t'i lëm çunat se shplodhen pak se nesër kam punë pra. Ajo pyetja është për Yllin, po si 7 për 14 në bilardo, mund ta kapi edhe Redin kjo pyetje. Dgjoj Ylli, kur ajo që thot Redi është e vërtet, deri tani e kemi parë që ai, domethënë na bën shumë inferior, më shumë se ç'jemi, na kthen mbrapa, po tash ai e bën se njeh cilësitë e shqiptarëve apo rruan kurizën e vet, lëkurën e vet. Kur na vë mbrapa. Se është inferior vet. Po për atë, se kur erdhi në fillim fare tha, do kërcejmë samba, tani s'po kërcejmë samba, po kërcejmë Afrikën. Ne jemi dëshmitar që Silvio në 28 ndeshje edhe kur ka luajtur me kundërshtar nga më inferiorët, nuk është se ka bërë çuditëra, është edhe në aventurë, ka ndryshuar gjëra të mëdha, është munduar të ruajë një strukturë loje, një manovër si duhet sulmojmë apo të mbrojmë. Kështu që unë nuk pres që ta bëj nesër përballë Serbisë. Ai praktikisht do ta luajë atë finalen e tij si ndeshje shau me atë synimin për goditur diku në një moment, në një pikë të dobët, me ndonjë kundërsulm dhe për të realizuar objektivat që mund të ketë. Ne duam shumë që dali plani e tij, pastaj se çfarë ndodh 90 minutësh. O Ylli. Hajde Lorenzo, Vonesa mos ka të bëjë me atë intervistën që ishim bashkë te Shqipëria Live. Edhe njerë për Yllin, ajo Vonesa aty te Ndogan. Mos ka të bëjë me atë intervistë që ishim bashkë te Shqipëria Live. nesër ka mundësi ti mos t'jesh në emision, Lemin. Unë nesër do jem edhe me bluzën e kombëtares. Edhe pa ditë po fituam. Edhe pushoni pak se nesër ju pret një punë e rëndësishme dhe lodhshme, pa diskutim do jemi të gjithë bashkë që nga ora 19:30 live në digital, po ashtu edhe në Top Albania Radio. Kështu që ju uroj një natë shplodhse dhe nesër dëgjojmë dhe shihemi përsëri. Gjatë ditës me lidhje live. Patjetër. Kemi ftesë për gjithë ata që janë pjesëtar të familjes digital, ndeshja do të jetë falas. Po. Për çdo kënd që ka një abonim, cili do qoftë ai, për na ndjekur në Digital Talkshow, në satelit, në aplikacionin digital në çdo cep globit, kështu që praktikisht një finale që luajmë me Serbinë edhe për shkak të rivalitetit, ndjeshmërisë që kemi me ta. Shqiptarët kudo që janë në çdo cep të globit, të shtunën në orën 20:45, është gjithçka perfekte, kombinuar për patur maksimumin e vëmendjes dhe të audiencës nga të gjithë shqiptarët. Me krah Ju falenderojmë të dyve bashkë me Elvisin të treve dhe dëgjohemi nesër në lajme të reja dhe në lidhjet gjatë përpara dhe pas ndeshjes. Ishim me Ylli Agën dhe Redi Ubin për këtë analizë të shkurtër. Nuk e di Kloj dhe sa minuta kemi që mund të vazhdojmë dhe pak apo jo? 40 sekonda. Nuk kemi 40 sekonda, atëherë duhet falenderojmë. Lorenz, fillojmë. Dentalmed Austria. Klinikën më moderne në Tiranë që ka zbukuron buzëqeshje, kështu që të falenderojmë doktor. Falenderojmë Verde Watches. Ora eksakte është 6:51 minuta, pra 18:51 minuta në këto momente. Falenderojmë gjithashtu Beauty Point, Electric Cars Albania dhe Sigal janë partnerët tanë në Paso. Bëjmë një shkëputje të shkurtër. Kthehemi pastaj me Kosovën, lidhje direkte nga Prishtina. Do flasim pak edhe për arbitrin. Është një arbitër rumun më i miri në botë sot për sot, që do arbitroj nesër. Top Albania Radio. Top Albania Radio. Live në Pasona, shtuar dhe Blerim Jaj nga Digital që vjen direkt nga ndeshja e kombëtares 21 vjeçar. Misoria në stadiumin e Albania sa përfundoi. Që misore shumë e rëndësishme. Afro pak te mikrofoni që dëgjosh. Misore shumë e rëndësishme në fakt me San Marinon. Po pse në vlerësoni ndeshjet? Edhe ti Gzimi, njëri thot çe duam Jordanin, çe duam Gibraltarin. Ndeshje misorën ata, duan trajnerit. Shikoj, po t'ishte një rival po me këto me që ka ky shumë shpejt do fillojë. Shkoni larg, mos shkoni, mos shpejt do fillojë cigarë. Cigarë që fituan 0-0. Dhe mbajtën palë. Asasi. Merremi pak me informacioni para se të bëjmë një lidhje me Kosovën për të mësuar të rejat që ka atje në ndeshjen me Sloveninë. Ylli Aga tha pak a shumë ku janë dyshimet. Pra, porta, mbrojtja deri diku dhe mes fusha është e paprekshme. Dyshimet janë në sulm. Si e mendoni ju që mund të luajë nesër kombëtarja në ndeshjen me Serbinë? Pra, edhe një herë për të gjithë ata që na ndjekin. Po. Formacioni i parashikuar, se nuk dihet zyrtari, është Strakosha në port, në mbrojtje Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj, mes fusha Laçi, Sheu, Aslani, dhe pjesa përpara do jetë Broja,
Mana ose Daku është balotazhi dhe Bajrami apo Hoxha në krahun tjetër. Tani Të janë dy dyshim. Ta fillojmë nga rreshtimi. Po. Sigurisht sot futbolli, domethënë rreshtimi është thjesht një paraqitje grafike, por gjithçka varet nga profili i lojtarëve. Gjykimin tim. Duke i parë lojtarët siç janë sot, këto që përmendë, pa marrë këtë balotazhin për të hyrë aty, edhe çfarë pam tha në lojën që kishin para me neshin me Letonin, atëherë shkon më shumë tek një 4-2-3-1. 4-2-3-1. Nuk kemi qenë kurrë në 4-3-3. Nuk luajmë dot në 4-3-3. Nuk kemi ne lojtarë për 4-3-3. Shehu Aslani përpara mbrojtjes. Po se i bie 4-3-3, pra i bie që kush do rinë qendër, pra Aslani dhe Julian Shehu do luajnë krah, se kemi parë në krah, qendra kanë qenë dy domun. 4-2-3-1 thotë. 4-5-1 apo 4-5-1. Jo, mirë, okay, Lenci ka çik më 4-5-1. Unë them 4-2-3-1 sepse Shehu me Aslanin, Shehu rri pak më i tregë Aslanin nga herë merr dhe çik më përsipër më përballë para, po të dy janë ka ajo linjë. Laçi është ai që futet në meslinjë dhe pra është ai pjesa e mesit, po ndërkohë që na mungon, edhe ne e pam në ndeshje që na mungon kjo pika e lidhjes ndërmjet mesit, fushës edhe sulmit për të krijuar i çik më shumë. Skemi jo, jemi shumë të, domethënë po shikosh ndeshjen, jemi shumë të distancuar. Të paktën linja e mesit fushës me linjën e sulmit. Ka një ndeshje që mund ta kujtojmë, qoftë informacioni është pak a shumë ky që tha Glendi. Ndeshja ndoshta më mirë që kemi luajtur këto vitet e fundit, Kroaci-Shqipëri. Është një informacion me përjashtim të Broja Hasani. Është Broja më të Hasanit. Nëse më gabon, s'më trahton memoria, është një informacion. Me Manaj në majën e sulmit, Bajrami Majtas, një skem siç edhe ti që nuk është realisht 4-3-3, është goxha fleksibël dhe e kujdesshme. Por që me Kroacin kemi krijuar edhe shumë raste. Mbaj mend rreth 15 gjuajtë drejtporte që për Shqipërinë është rekord. Po me Kroacin ka qenë gjasula apo hyrë rezervë? Jo, Yri pjesë e dytë gjasur. Ka qenë Laçi te pjesa 10, pastaj bëri gol. Tani për sa i përket pastaj balotazhit, tash i themi ke lojtarët, e kupton? Në gjykimin tim personal, do të ishte më mirë fillimi me Dakun edhe me Hoxhën, për mendimin tim. Me Dakun me Hoxhën, pra me 3. Daku, Hoxha dhe Broja. Po, se Broja. Po Broja, morën vesh në teatr. Dgjoj, do ishte më mirë akoma, Broja është, po thosë është. Do ishte më mirë akoma që Broja të luke vjen vet. Që të sulmit. Po na mësojnë tani me Broja ndaj në qendër të sulmit. Po nuk merret vesh kush është. Para një muaji. Sa kohësh ishën stol tani bëhet. Jo, para një muaji Silvinjo ne kishim në fushë aty dhe e pyete Menkas. Ore ky Broja, se mos i di atë. Unë nuk e shoh si pyk tha. Nuk e shoh si mos i ndror. Po para se shef ai. Ndërkohë që trajneri vetë që ka atje e merr si pyk nuk lun krah. Megjithatë këto janë çështjet e trajnerit, secili ka këtu nuk hyj shumë sepse secili ka stërvitet e tij. Unë them nga ajo se çfarë kanë dhënë gjithë të ndeshje, kupton, patjetër që Reja është shumë i fortë fizikisht, mund bëjë edhe sulmin, po e shoh pak individualist. Ke pjesë dhe ka pasur 2-3 raste për shembull që mund të kishim edhe të pasur një situatë më të mirë. Megjithatë, këto janë por në gjykimin tim në krahasim me Bajramin që nuk ka shumë minuta tek ekipi vet dhe fatikisht me të jemi të sinqert, nuk është se ka dhënë ato që ne të gjithë kemi prit në s'ka qenë asnjëherë në top le të themi në 100%, përveç se gati të europiana që okay, u bë goli dhe pastaj mori pak eufori, domethënë, por që Arber Hoxha momentalisht është më në formë faktikisht. Bëjmë vetëm një shkëputje vogël. Kthehemi diskutojmë prapë për formacionin, por bëjmë një lidhje në Kosovë me Prishtinë, me Florin Canollin, gazetarin e Digitalbit. Jemi pak minuta nga fillimi i ndeshjes së Kosovës me Sloveninë. Florin, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Glen, ju përshëndes gjithëve. Jeni në stadium besoj në këto momente apo jo? Po jam stadium u futa këtu te dhona gazetarëve, sepse është goxha zhurmë atje, kështu që tash kemi më të qetë. Shumë mirë. Na jep gjërat më të fundit, çfarë po ndodh në stadium, si do luajë, si pritet Kosova. Sot është një ndeshje shumë e rëndësishme në grupin B, që luan përballë Slovenisë. Kosova për momentin është në vendin e dytë në renditje, me një fitore, pra në vendin e parë është Zvicra me 6, Kosova me 3, Suedia 1 dhe Slovenia 1 pikë. Kjo është ndeshja e tretë e Kosovës. Patjetër është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe ambicie tani Glen pas asaj fitore me Suedin janë rritur, kështu që kemi një ndeshje po themi ndoshta direkte me slovenët në këtë luftën e madhe që do të bëhet për pozitën e dytë, sepse konsideroj që Zvicra është kombëtarja më e fortë e grupit dhe do të shkojë me të parën me pozitën e parë besoj, mirë po ne do të luftojmë që eventualisht me fitore sonte dhe duke shpresuar në një dështim eventual të Suedisë të shpresojnë për pozitën e dytë që do të ishte play-offi. Biletat janë shitur brenda 2 orësh Glen sapo kanë dalë në shitje pra.
stadiumi do të jetë plot. Ka disa mungesa të rëndësishme Kosova në këtë duel, sidomos ajo e mbrojtësit Amir Ramani, ndërkohë në servitin e fundit nuk ishte fare as Delova, pra nuk kemi dy mbrojtësit kryesor të ekipit në këtë moment. Mirë po trajneri Foda do të fokusohet në Albian Ajdarin, i cili ka ardhur së fundi, është mbrojtësi Hoffenheim, ish antari Baseli Ligur, ka luajtur edhe për përfaqësuesit e të rinjve të Zvicrës, pra ka goxha potencial si mbrojtës, dhe do të përpiqet të zëvendësojë pastaj me Alitin, me Krasniqin dhe lojtarë të tjerë mungesat që ka. Natyrisht pjesa ofanzive është më e forcuar, sepse janë rikthyer në ekip Edon Zegrova dhe Milot Rashica. Nuk e di nëse do të jenë të dy startues, por Edonin dyshoj sepse nuk po luan minutat plota si Juventus dhe nuk dihet ende nëse është gjendja e tij fizike optimale. Mirë po për pak minuta besoj do të kemi edhe formacionin e trajnerit Foda në mënyrë që të shohim se si do të ballavaçohet në këtë përballje. Ajo që është e sigurt Glen, është që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, sepse Slovenia ka një ekip jashtëzakonisht mirë me lojtarë cilësor, me një grup të fortë, të cilët kanë bërë paraqitje shumë të mira. E kemi parë edhe me evropian që nuk kanë mësuar asnjë disfat, Portugalin e quan deri në penalti. Kështu që po flasim për një kundërshtar që është vërtet i fortë dhe do të jetë një ndeshje besoj krejt ndryshe nga ajo që ishte me Suedin. Blerim, nëse ke diçka për Florimin, edhe pastaj ta lëm qet të vazhdoj punën? Jo, pikërisht kjo më shqetëson pjesa mbrojtëse e Slovenisë, që edhe në Europiane pam që ishte vështirë shumë të mundur. Është ekipi i fortë në mbrojtje. Dhe uroj që mos të kapi euforia Kosovën. Mos të eci me idenë që është fitore detyrim dhe të kalojnë, sepse kam përshtypjen edhe me Zvicrën kishte para ndeshjes goxha eufori. Ndoshta euforia është armiku kryesor. Jo thjesht cilësia e lojtarëve. Ka të drejtë Blerime, ajo që mund të them është se trajneri Foda Blerim ka marrë masa në këtë drejtim, i shihen lojtarët se kësa janë më të qetë dhe edhe në deklaratat që japin në media janë më të kujdesshëm. Sigurisht që entuziazmi jo pak herë Kosovën e ka dëmtuar nëse mund të themi kështu, por këtë herë më duket që janë me këmbë në tokë, janë më të qetë, ndoshta edhe përballë Slovenisë nuk është se e shohim vetëm favorit për të fituar, dhe kjo është gjëja pozitive që mund të na çojë drejt një fitore sonte. Okej, të falenderojmë Florim, edhe vazhdoni punën dhe shpresojmë një sukses sonte në mbrëmje në përballjen me Sloveninë. Shpresojmë që faleminderit, ju përshëndes. Ishim me Florim Canollin, pasi në orën 20:45 do luhet Kosovë-Sloveni, do të keni mundësi ta ndiqni edhe këtë ndeshje në Digital Live, madje duke filluar që nga ora 19:30 me intervista dhe gjithçka atmosferën çfarë ndodh përpara ndeshjes Kosovës. Më pëlqeu shumë ato që tha. A isha ta fitojmë ne dhe humbet Zoedia, do të thonë. Po donte dy gjëra në një. Kombinimin për tani po fillon për të bërë ato llogaritjet tona. Po kjo është logjik shqiptare, marr këtë me mund këtë të humbet ai tjetër. Kur të dalë formacioni do ta diskutojmë dhe formacionin e Kosovës. Realisht ky është grupi të mërshëm në letër. Teoritë të bien domethënë këto ekipe kundërshtar, mos të kesh një ekip të lehtë. Zvicër, Sloveni. Mos të kesh një të lehtë të amortizuar. Kush është dhe gjëja që më bëri përshtypje tjetër kur përmend emrat, edhe Zhegrova, edhe Rashica, edhe Muriqi, pjesën e sulmit e kanë art fare. Sulmi Biles ka teprit, sepse ke Ramanin, ke përgjigjen ndodh ata domethënë këtij lloj sulmi, sepse ata duhet i nxjerrë shumë pa. Sa kanë, domethënë imagjino, e dikush janë ata janë tokë shumë pjellore futbolli. Ata një ekip na ka dhënë ne, ata ekip kanë bërë vet. Edhe ky që ka ardhur, ky Hajdari kishte? Hoffenheim. Ai ishte lojtari i trinjve të Zvicrës, pra të ekipit kombëtar të Zvicrës. Pra kuptohet se çfarë nivelesh janë domun, okay. Po ajo që edhe ne nivel të mirë kemi. Ajo që ka nivel të mirë. Po brojën pak e ke. Realisht kemi kështu në po çunat mirë mos po lut. Jo, ne ecim me ide. Unë shkruaj domethënë të shtunde diel domethënë shikoj çfarë lu Burnley, e kupton me idenë që vetë prit pastaj opa bie sepse s'luti broja apo. E ti s'e shpunati ti gjithmonë ku futet broja të gjumi. Po, shikoj, realisht ne themi kemi sulmues, po kur shikon Kosovën që ka Muriqin që çdo javë pothuajse shënon. Dhe pastaj rezerva e tij është Fisnika Suani, që është Fisnika Suani është rezerva e tij, është superstar, është lojtar 23 vjeç, që po shkëlqen mundësi. Në kohë Grova ke Juventus, Rashica edhe një gjë më bën përshtypje Blerim, për shembull, ti kur pret që do luajë Kosova, ti gjithmonë shikon ndonjë ndryshim, ndonjë gjë të re në formacion, ndonjë element të ri që futet, që të befason. Është më e guximshëm plani Franco Foda. Kurse ne kjo gjë nuk ndodh. Ti pak a shumë e ke të qartë idenë se si do luajmë ne. Ne shpresojmë vetëm tek forma e lojtarit, domethënë shpresojmë që forma të jetë mirë. Ata kanë shumë zjarr, ne jemi politikan të mirë. Formacionet e Kosovës. Aty do të kujtoj histori të bukur. Dëgjova konferencën e shtypit të Silvinjos, ha?
Foli shumë, më kujtu një varim, ku ishte një hoç, foli gjysë ore, edhe tha njëri hoxhë dobët, pse tha? A gjysë ore që s'flet as tot asgjë. Edhe ky hoxha, jo gjysë ore as gjë. Formacioni i Kosovës, luan me Murić në port, në mbrojtje Krasniqi, Hajdari, Aliti Gallapeni. Mes fusha Vojvoda, Avdullahu Rexhbecaj dhe sulmi Muslia, Muriqi Rahmani. Ashe Grova, që ka 5-3-2. Pak a shumë, Vojvoda mbrojtës krah. Se mendon që do luaj me 2 krah, Gallapeni dhe po, me Gallapeni dhe me Vojvodën me krah. Muslia me Sushor. Jo 5-3-2, është 3-5-2. Ose 3-5-2, ndërsa 3-5-2 dhe dy tjerë thënë bëhet 5-3-2 në mbrojtje. Skuadra e Slovenisë ka në formacion kapiteni që është Oblak, portieri i Atletikos Madridit, në sulm ka Sheshkon, që është lojtari i Manchester United. Pastaj pjesa tjetër janë edhe ky pa minuta më pak të dëgjuar. Jo, ka luajtur edhe ka shkyrë, ka filluar të bëjë gola çdo javë. Kështu që Kosovën e keni në 20-45. E di pse ta marrë të punë e Kosovës, domethënë ne kam e shoh aq herë me qef, sepse edhe kur rrifen 4-0 nga Zvicra, domethënë po shef futboll. Bën një futboll po atraktiv. Futboll, ke duket që kanë janë skema të punuar. Ata kanë këtë që thotë Blerimi, pra që mos marrin euforinë sepse nga që mendojnë se jo mendojnë, ata e dinë që janë lojtar të mirë. Dhe tentojnë shumë gjëra për të bërë, pastaj aty ata guxuan shumë me Zvicrën dhe morën 4 gola. Po, pra kjo më pëlqen. Domethënë pra tentojnë. Ka dy gjëra të ndryshme janë. Për shembull te Shqipëria ti e di si është formacioni kush do luaj, më e kupton, nuk kupton trajnerin ç'a thot, ai s'kuptohet fare ç'a thot. Kurse te Kosova është e kundërta. Ekipi nuk e di se ç'a do prodhoj, është shumë surprizues. Do doja pak nota dhe optimiste se Lorenci të fut në pesimizëm të thjeshtë për Kosovën. Po jo pra do këtë krahasimi thot trajneri ose thot asgjë s'bën asgjë. Tani ai është politikan komplet ai. Dakor, pra është politikan, po le të jetë politikan. Unë dua që ai nesër në fush zgjedhë lojtarët më të mirë. Të bëj ndeshjen më të mirë që ka bërë në këtë edicion eliminator. Kjo më intereson, se ç'bën ai konferencë shtypi? Po më të mirë. Konferencë nuk jep pikë. Ç'a do pse do luaj vet ai? Po mirë pra të bëj zgjedhje më të mira. Nga do vi kjo ndeshja më e mirë që dashkë ti. Herën e fundit, një sekondë. Herën e fundit Redi Jupi tha herën e fundit që trajneri zgjedhjet që bëri informacion i ka bërë shumë të mira. A tha kështu? Herën e fundit ku? Me Letonin. Po mendimi i tij. Po mirë pra me Letonin po themi herën e fundit zgjedhjet që bëri, tha i bëri shumë të mira, sepse lojtarët që u futën më mbrapa nuk është se na dhanë ndonjë gjë të jashtëzakonshme nga ata që luajtën në fillim. Pra ishte një informacion i gjetur i trajnerit për mënyrën se si luajtëm dhe një ndeshje përgatitur mirë me Letonin. Këtë duhet ndodhi edhe nesër. Po pra ishte më guxuar. Si më ndeshje mirë me Letonin, më shumë të them kjo. Një ndeshje mirë për Letonin. E çfarë bëni shumë, jeni interesuar apo jo? Ne sishim fare 30 minuta aty, më kënë është përgatitur mirë. Unë citova Redi Jupi. Kur më se tha Redi më tani sikur pa thënë profeti. Ne lutem 60 minuta, 30 minuta. Çfarë ky tha Redi Jupi? Duhet 60 minuta. Çuna shkoj jeta. Ta filani, e të vëm gjumë në tjerë. Duhet 60 minuta lutem. Ne 30 minuta ata ishte përgatitur në mënyrë perfekte, thot komentatori. Historia tjetër tani. Këtë radhë sot në konferencën e shtypit e pash trajnerin dhe më duk më i mirë se herën e fundit konferencë. Herën e fundit konferencë hodhi këtë idenë që prit se nesër nuk mbaron, non e definitiva, që tha atë nuk është që e përmendi disa herë. Nuk është, jo, sot tha më pëlqeu se tha edhe unë e di se luajnë ata. Pra, i replikoi rivalit të tij ose kolegut të Serbisë që na tha na njeh. Edhe unë i njoh, ata luajnë kështu tha 3-5-2 dinte. Pra do thotë, kjo më kënaq pak, kemi punuar tha dhe mbrojtje dhe sulm. Kështu që t'i japim pak kohën. Kemi pak optimist, jo vetëm pesimizëm. Edhe për para ndeshjes. Po sot rikthehet Mitrović në sulm, e kupton? Kapiteni i skuadrës. Bota, Mitrović u kthye që luan në Arabi, ku luan më deri më së ditë çuditshëm në Arabi Saudite. Ai ata kanë Vlahović ti do kthye Mitrović. Po jo më jo, ai është kapiteni i skuadrës, po lejet është ato se Mitrović është shumë i eksperimentuar. Tani folën për neshin e parë këtu. Kupton? Naomi penaltisë edhe mund ta kishin fituar Barazuc, Shënzikaza mund të bëjë ndeshje mirë. Nuk e di. Mi po dakord. Më mirë e këtij sezoni. Tani e këtij sezoni ata po të nisemi atëherë nga meqense ju keni qejf të flisni për shifra, më kupton? Është një ekip serb që kushton 225 milionë euro, dhe ekipi jon që kushton 78 milionë euro. Në rregull. A kupton? Tani këtë kemi parë sepse na ka ardhur ekipe të dorës së tretë ose dytë, jo, kupton? Dhe na kanë dalë 0-0 ose mezi kemi rraf 1-0 etj. Kjo nuk do të thotë shumë. Por nga ana tjetër do të thotë shumë çka, sepse kur kamatoretar që ka brenda Serbia. Ka shumë kualitete. Unë gjykoj që ndeshja me Anglinë unë se pash, më thon të drejtën,
Por një karton edhe trajneri kishte frikën, domethënë një trajner një karton i kuqta të nxjerr gjithë lojën jashtë. Të prish gjithë skemat, gjithë programin. Dhe ishin një ditë pra mos i shkojmë asaj neshës me Anglinë 5-0, se Anglia me Zeravi dhe ne 1-0, ato mandorën 2-0, pra nuk është Anglia është super skuadër. Edhe 10 pjesë e parë 3-0 më vjen, pastaj la aty 3-0 dhe marrën. Ne ti shkojmë ndeshjes që bëm këtu në Tiranë, mos, sepse ajo ishte, domethënë Serbia na u duk ekip normal, krejt normal. Po ndoshta ishte zgjedhja e tyre për ta çuar neshin aty ku çuan ata. Nesër është tjetër orkestër. Megjithatë, ajo që duhet thënë është si shkojmë ne në këtë ndeshje. Ne shkojmë mbas një fitore 1-0. Ata vinë mbas një humbje 5-0. Ata vinë mbasi trajneri i tyre është i kryqëzuar dhe është i fshëllyer nga gjithë stadiumi, apo s'ndodhi kështu herën e fundit. Ne kemi më të pra është në një presion shumë të madh për rezultatin. Gjithë situata. Ashtu. Pra, në start, nuk është se ne jemi shumë minus në krahasim me ata. Për gjendjen se si shkojmë. Domethënë jemi aty. Faktori pozitiv është ata luajnë brenda fushës tyre, ne jemi pak më të dobët në letër. Po një ndeshje mirë nuk dihet asnjëherë çfarë ndodh. Unë thjesht po them këtë, domethënë që me cilësitë që ka Serbia mund të godaset ty në çdo moment kur ta merr. Dhe ne ma sa rrezikuam në fundin e ndeshjes këtu me kur ai tentoi të fitojë ndeshjen. Qose ma në fundin e ndeshjes me Serbinë, u bën zëvendësime që ai tentoi të fitojë ndeshjen. Pra ai ka skenarin e vet. A kupton? Pra ai ashtu e mendoi. Tash nesër ka ti desori ndeshjen. Një gjë për të theksuar, Hysaj bën 93 ndeshje. Mos gaboj Barazon Lorik Canën. Po ky ka qenë qëllimi pra. Barazon Lorik Canën. Ky ka qenë qëllimi që thyej Lorik Canën diet pazarin. Po çfarë thotë ky ka qenë qëllimi? Po qëllimi është edhe ku ka qenë cop është fut informacion që të marrin neshit kaq. Çfarë domethënë? Nuk është se ne dei premio për atë gjë, kupton se fiton në një. Pa i po luan tani se te Lazio po luan. Ai sot tani ka përshtypjen se lojtari më në formë që kemi ne. Ai 30 vjeç është më në formë ai që kemi ne. Po them tani më jo, po them kur s'ka qenë për të luajtur ka luajtur se kemi qenë gjithë. Çdo lojtar e ka patur në momentet e veta më të dobta në karrierë, nuk ka shkuar karriera gjithmonë niveli konstante që edhe Lorizana ka pasur momente veta që nuk ka qenë mirë, por ka luajtur. Po mbrojë Lorikun nëse nuk ka mbledhje. Po them që logjik. Po them që është duhet që dikush ta thynte kaq. Po mos ai ka kohë akoma se është 30 vjeç, po ai mund ta çojë Hysaj. Kështu që Hysaj mund të luajë edhe 5 vjet akoma. Hysaj 70 është. 30 është. Po. Kështu që s'është lidhje, s'ka lidhje këtu thyrje. Merremi pak me arbitrin Ivan Kovac. Ivan Kovac, më saktë. Po Istvan Kovac, se më bët replik pse është arbitri më i mirë në botë sot për sot. Ja ta shpjegoj. Dhe ju thash një gjë, po të thoja top 3, top 5, do thoshit okay. Po ai ka 4 vjet që bën një finale europiane. Nuk e di nëse ka ndonjë arbitër në Europë që ka bërë gjithë finalet e kompeticioneve europiane. Nuk e di nëse ka. Tani Glend, Istvan Kovac, 41 vjeçar, rast për studim është fakt sepse ky e ka marrë stemën 26 vjeç. 2010-ën ka marrë stemën. 2019-ën ishte arbitër i FIFA-s mos ka bërë. Glend, më lër tani ta bravo. Ky e ka marrë stemën në një vit që kam qenë dhe unë 2010-ën. 2010-ën. Dhe ka qenë nga më të vegjëlit në moshë, 25, 20 çudi e madhe. Që zakonisht bën afro 30 vjet. Po. Se nuk të bën më herë se duhet kesh. Ky e ka marrë shumë ky dhe Turpin. Këta të dy kanë qenë dy më është një arbitër që ka bërë rapa shumë të rëndësishëm. Do të thashë arbitra më të rëndësishëm tani në UEFA. Duket që dhe UEFA i ka FIFA faktikisht, sepse është kompeticioni i FIFA-s, i ka dhënë rëndësi maksimale kësaj ndeshje. Ky është me origjinë hungares. Do të thënë si origjinë dhe them që kombëtarja jon duhet të ketë kujdes sepse kur FIFA zgjedh një arbitër të kësaj rëndësie. Pra kur të sjell ty më të mirë në qarkullim. Shiko, tregon që ndeshja ka nivel të lartë të vështirësie. Sikurse edhe me Serbin këtu erdhi italian, po e mban mend. Po. Kështu që e vlerësojnë sepse normal duhet të jetë dikush me staturë serioze në fushë. Kombëtarja jon nga ky duhet të ketë kujdes sepse ky i jep kollaj kartonët, që do të thotë. I jep dhe kishte një mesatare 6 karton të verdh për ndeshje. Që është e lartë për më shpjegote diçka që ta di se si pak a shumë funksionon. Në momentin që kombëtarja merr vesh që arbitri është Kovac, a bëhet një lloj takimi, diskutimi me lojtarët ku i shpjegohet edhe arbitri çfarë personazhi është, kush e bën këtë analizë? Këtë bën vetë stafi i kombëtarës apo ka ndonjë arbitër brenda federatës për shembull që vjen dhe thotë ky arbitër ai studion e di dhe bën një rezume. Ndaj dhe UEFA i nxjerr pothuajse 10 ditë para arbitrat që të kenë mundësi dhe ekipet dhe stafet ta studiojnë arbitrin. Për shembull, a do ishte normale që Federata e Futbollit thotë, u vendos arbitri Lorenzo Mini, hajde këtu,
ke qenë arbitri FIFA-s, shpjegoj ekipit kanë struktura është ky. Patjetër mund ta kenë bërë se kanë kanë Sokolareci këtu, po kanë Sokolareci aty. Sokolareci e thrasin ata për ta bërë. Ndoshta, nuk e di, po. Ti sot po ti ishe përpara ekipit kombëtar, çfarë do i thoje për këtë arbitër? Pikërisht pra këtë po të shpjegoja që duhet të jenë bëjnë kujdes për kartonat. Duhet ta, domethënë, ta studioj këtë arbitër, sikurse po të ishte një arbitër anglez duhet ta studiosh ndryshe. Po. Që mund të luash edhe më fort sepse ai nuk e nxjerr kartonin, lejon avantazhin dhe duhet të jesh i përgatitur që në fush të sillesh sipas arbitrit. Sepse nëse ky është arbitër që nxjerr kollaj kartonin, ti duhet të kesh kujdes se shumë shpejt mund ngelesh me 10 lojtar. Po tani kur thuash e nxjerr shpejt kartonin, ky në çdo ndeshje nxjerr shpejt kartonin. Kishte ka mesatar për shembull. Apo ky ka një lloj strategjie në çdo ndeshje. Arbitrat janë të ndryshëm edhe nga nacionalitetet, Po. Për shembull, ky në evropian, ky ka nxjerr në një ndeshje që u luajt Turqi Çeki, më korrigjo se ti je ChatGPT-i. Ka nxjerr më duket 16, po i kaloi 15 karton. I kaloi, më duket 15-16 karton të verdh. Çfarë dua të them që ka arbitra që menaxhojnë lojën me këshillime, shumë arbitrat anglez. Po. Dhe ka arbitra të tjerë që lojën e menaxhojnë me kartona. Ti po tishe nesër në fushë, si do e menaxhoje? Unë do e menaxhoja pa kartona. Pa kartona. Sepse ajo me kartona kthehet në bumerang në çdo moment. Po mund të marrë kot. Patjetër. Po se pastaj me fallë më të vogël oni vjen do të japësh kartonin e dytë vetë. Kupton edhe prish lojën dhe një shprehje e Kolinës, që është monumentale, se ka qenë një nga arbitrat më të suksesshëm, thotë që të gjithë që kanë ardhur në stadium kërkojnë që një ndeshje të luhet të mbarojë 11-11. Po, patjetër. Pra edhe arbitri. E kupton? Patjetër pra. Dhe arbitri duhet të jetë ai që ta dirigjojë. Unë s'po them kur është kartoni kuq që duhet dhënë, po flas për kartona që mund të evitohen. Pra Lenci thotë edhe që kartoni i parë i verdh duhet bënohet shumë gjatë para se ai përcakton pak a shumë strategjinë se si do marrë ndeshjen. Merim? Shko, nuk mendoj se ja vlen të merrim këtu shumë arbitrin se ky arbitër është vërtet niveli i lartë. Është niveli i lartë, nuk besoj se do të dikohet. Arbitrin e morin qaf, a mbam edhe në fund çdo. Në fund i rëshkili anglezit nga ndeshja. Anglezi i rëshkili gjithë ndeshjen. Një nga ai do dua për atë ndeshje. Deri dhe arbitrat kur luan Shqipëria. Në çdo detaj duhet të merret me kujdes. Ata na kanë ndruar nga ai vetë e studion ndeshjen ai vetë. Patjetër se ai studion vendet dhe situatën. Se edhe këtë. Ora, unë do doja që arbitrat e mirë të vinë në Shqipëri për nivelin e futbollit që kemi, po jo të shesim mend që i sjell presidenti arbitrat më të mirë. A meritojmë ne? A pat arbitrin me Gjibllatarin? A pat gjë, e kishim studiuar edhe arbitrin apo s'kishim studiuar Gjibllatarin? Me Gjibllatarin çdo studioj me Gjibllatarin. A pat me Ledonin? Po me Ledonin patjetër do të studioj. Ky është arbitri më i mirë në botë ataj. Po çfarë presim nga arbitrin ne? Pse Jo, duam korreksime. Po kush e ka dhënë korreksim? Ore, ne duhet të shohim ata 11 veta që na luajnë. Ne për atë punë gzim. Po çet kanë ngrënë. Po ti ke ka vit që u kualifikove ke marr dhurata dhe ti si zengoj ne dhurata. Ne marr atë që na takon. Po, dhurata. Ata që golit me Çekinë, tjetër gol për të anulluar ishte. Ke marr dhurata atje. Gol për të anulluar, jo, si ishte dhurata. Ne jemi mësuar me padrejti. Ti shikoj futboll tatonët, mos u merr mal arbitrin. Do merret gjithë detajet. Kërkoj gjykim nga lojtarët. Të rrisin nivelin. Vetëm një fjali. Ne si vend i vogël dhe si ekip i vogël, ne kemi nevojë shumë për drejtësi. Ne gjithmonë është bërë padrejtësi. Gjithmonë. Dhe ne për atë padrejtësi, sepse aq inferior jemi ne. Ne na bëri përshtypje se gjithë edicionin eliminator për evropianë. Madje edhe ca gjëra që ishin të diskutueshme kaluar favorit tonë. Kaluar favor që s'ndodhte kurrë. Asnjëherë. Po pra. Madje ndeshjen e mban mend me Polonin ti atje, arbitri italian, penalltia neto. Arbitra më të mirë kanë ardhur. S'po vinë më ato. Tani shfaqen vetëm. Do vinë më ato, ka qenë kurdismë, se kupton? Publicitet pak dhe kthehemi për pjesën e fundit. Pasos gzim fjalë për ty se tani nuk vazhdoj dot. Po çfarë po flisi? Altin Goci ishte, Altin Goci? Po, gjithmonë Altin Goci. Ka qef Kloj. Dua të shkojnë në Serbi, thamë. Më morin telefon para ca ditë dhe luaj bilet për Serbi muzikë, sepse Altin Goci ka s'lejohet. Do të shkonte në Serbi. Para ndeshjes. E di pse më pëlqen Altini, përveç që e kanë pas komshi, ka zonë shumë të mirë, edhe nuk kanë një këngë për flamurin. Do të shkon në Serbi tani pra. Ai është tifoz i anglezëve. Ai shkon me pa ekipe dhe shkon nga anglezët. Me Serbin gjithmonë historitë me flamura ne na ndjekin, apo ndjekin. Po shikoj që të më pak nuk e di. E ka vetë apo e lëmë që një makinë me taka kosovare ose shqiptar, nuk e di çfarë kishte flamur me simbolet e UÇK-s. Pra, domethënë në këtë lloj, ato e hangën nga droni, para për shprehjen. Çështja është e tillë. Mediat kosovare thonin është sajese serbe bëjnë Kastile për të bërë këtë gjë. Ata thonin e kapëm këtu, bëm aty që shumë gjasa sajese serbesh. Kush? Ata sajese. Shikoj,
Unë them që është Edhe Sajes. për dronin thonë që ata kanë bërë. Një tifoz nuk futet dot në stadium, si do futet? Shiko, di çfarë pëlqen mua këta dhe para më thrai domethënë që ata kanë komplekse me ne, domethënë që ç'puni funi, domethënë sigur dëgjova që në një intervistë, lexova në diku domethënë që njëshi i futbollistit kombëtarës më duket ta ti viti, nuk di se kush. Pra kështë thënë se këto janë dhe të qinë në pra lojtarët e dinin që do hynë te droni. Domethënë çfarë me teoria të skenarit, nuk shkon menja. Që në këtë kontekst uroj të rrafim nesër, po jo sepse duhet të rrafim, po uroj të rrafim nesër që ta mbyllim gojën, mos ta çajnë veshët mos në lutën mençë. Në mesjavë Lorenzo Mini ka qenë i ftuar në një emision në Top Channel. Bashkë me Ylli Agën. Dhe ka thënë, qofse Shqipëria del 1-0 fiton, unë do zhvishem. Dhe do i këtu. Ky lajm ka dalë këtu. Media serbe. Ky lajm ka dalë në gazetë më të madhe serbe. Bravo i qof, vetëm për gjëm vjen turp, që është në emision Kanake procesi dhe këtu, se deri tani kanë pa vetëm femra që zhvishen. Ky do jetë mashkulli i parë që do të zhvishet. Jo sa bëjnë aferi. Jo zhvishet, kjo zhvishet, ajo tani do të zhvishet. Ju fillojnë largohen tabut apo. Avash do të zhvishesh Lorenzo. Do filloj cigare. Po shkuan botror, çfarë do ndodh? Më mirë. Ylli Aga kishte me rak, do zhvishesh nga mezi e lartë apo poshta, nuk e di pse kishte këtë. Kishte njerëz përgatitur se ose edhe Ylli kur ka qanja trerën e përheshit qante nga sipër, nuk qante nga poshtë. Ti them pak programin se çfarë do të ndodhi sot në digital me ndeshjet që luhen në eliminatorët e Kupës së Botës. Ka fituar Kazakistani me Liechtensteinin 4-0, një ndeshje që ka përfunduar. Sot luhen gjithashtu Belgjik, Maqedoni, Franca, Azerbajxhan, Gjermani, Luksemburg, Island, Ukrainë, Kosovë, Sloveni, Irlanda e Veriut me Slovakinë dhe Suedia me Zvicrën. Në formacionin e Francës është i pranishëm edhe Kylian Mbappé. Ky është një lajm që Real Madrid nuk e donte, sepse ai kur është larguar nga Madridi këtë javë ishte i dëmtuar, doli i dëmtuar në ndeshjen e fundit. Kështu që sot do jetë në fushë dhe ata janë gjithë me rak se çfarë do ndodhi me Mbappé. Simpatizant i Francës, pash sot një gjë shumë të bukur, se si Franca kombëtare e grumbulluar kish pa neshë fëmijësh. Kur bënin gol fëmijët, gjithë lojtarët e kombëtarës Francës shkonin kapnin lojtarët dhe i hidhin në ajër. Mbappé, Rabiot, gjithë ato figurat e mëdha merrin kanamaj dhe hidhin në ajër dhe gëzonin gjithë bashkë. Ishte një kryevepër fare. Tash unë ke Franca kam çipi dorën më, po domethënë në qoftë nuk e di kush ka qenë nga ju ose keni pas fallën, po një herë po të shkosh në Clairefontaine, aty ku është shtëpia e futbollit francez. Pastaj aty thua ne jemi 200 vjet domethënë mbrapa ke pjesë sepse aty thrasin gjithë që po thua ti. Aty luan edhe ndeshje të korporatave që bëjnë ndeshje me ndërmjet ndërmjetësisë. Pra i thrasin, a kupton që të bëjnë këtë miksimin që mos jetë vetëm me këtyre, por kur dhe pjesa e social responsibility që thua ti domethënë kjo pjesë që po thua që shkojnë, pra kanë PR të mirë që do të marrin vesh. Kur kemi qenë me Glentin në Manchester United Basel në Zvicër, hym brenda kemenca e futbollit. Anin moshat e vogla, moshat tek dhe aty ata, këtu këta, tavolinat sociale, bashkoheshin fëmijët me të rriturit. Ishte si një ritual që mbaronte ndeshja 9 vjeçarëve. Ishin shumë afër bashkë. Ata duhet ta konsumonin darkën mbas ndeshjes të gjithë lojtarët bashkë. Ashtu e kanë gjithë, ashtu po t'ja bënin edhe eksperiencë, po tani detajt po ka qenë Rigon Sunderland, po, që patën fatin që të shkojnë me ta shohin në qendrën. Ekipi i të rive i pastronte kputucët e ekipit senior mas trevitjes. Sepse kputucët u varshin në marrëveshjen së vitit që ishte me Bari të Ri, pastroheshin pra ekipi i trinjve, pastronte kputucët e ekipit senior. Pra kultura e normalisht. Pra ti këtu kupton domosdoshmë që se çfarë lloj psikologjie domosdoshmë ata përdoren. Klubi futbolli që janë 100 ca vjeçare. Këtë një histori shumë e bukur me këtë flimin e kputucës. Mund dalim pak në futboll po. Relaks. Ti e di, 8 minutat e fundit janë gjithmonë shkon njëri në ushtri. Edhe kishte lexuar librin e Leferit para se shkonte ushtar. A di? Edhe i mbushur karikuar gjithë pasionat që do bëjnë një gjë të veçantë fare. I zuri gjumi gjithë ta ushtarët e vjetër ta, ky u çon natën, mori gjithë kputucët ishin nga i vit 2 vite gjys pa ly fare, një të ly. Gjithë natën pa gjum ly gjithë kputucët e ushtarëve të vjetër. Të nesër më radh gjithë, shohin kputucët ata të ly. Kush e ka bë, po ai lexoi librin dhe duhet të ishte modest, nuk të thoshte unë. Po. Mezi pranoi që kishte, por se do të ishte i thjeshtë. A ngri dru. Ti më le keni ta. Na vish pucët me ta. Ne kena i vite gjysë që i majmë ta, ti ta vish ta përshësh gjithë ritualin ton ta. Ne do të trejmë zhulli do me në trejti li pucën atyre. Ja, unë baj mend Glende, kur ishte gazetari rit ta ke strafisë shefit vet. Ai që kishte zërim, cila është situata në Europë tani? Gjermania rrezikon apo jo? Po, shiko, realisht
asnjë kombëtar i madh nuk rrezikon përveç njërës. Italis. Asaj zakonshme së Italisë që vetëm Italia, po besoj që Italia nuk ka shumë shanse për ta kapur vendin e parë. Vendi i parë ka mbaruar, po Norvegjia kanë lojë. Po vendi i dytë për Atje në Itali ishin trembur sepse ndeshjen me që do luajë të martën mos gaboj apo të hënën, nuk të hënën duket, ndeshja e dytë që luan në Udine me Izraelin. Ka shkuar dhe Mossadi atje për ta organizuar, nuk dihet se si do zbresin. Izraelitët janë shitur pak bileta. Na është bashkuar dhe Erma Mici. Po gzima dëgjove. Erdhi Erma tani. Erdhi Erma. Shumë gelat e Mossadi, do zbres Mossadi. Zëri i të vërtetës për parashikimet e futbollit. Pse më kanë dalë parashikimet mua? Çfarë? Ba, hajde po themi. Sepse Mirëmbrëma. Kur e jep një parashikim pa u ndikuar nga informacionet që japim ne këtu, mund të jetë një parashikim më i ndershëm. E kuptoj. Bio. Po për shembull ndonjë parashikim. Pastaj atëherë, sot luan Kosova me Sloveninë. Okej. Parashikim të rezultatit, domethënë. Kush fiton golin ne do e gjejmë më vonë kështu. Fitore Barazim humbje. Mendoj Barazim. Barazim Kosovë Sloveni. Kam një lloj ndjesie. Dhe e dyta Shqipëria me Serbinë nesër. Serbi-Shqipëri më saktë. Do jetë ndeshje e fortë, duke qenë që është Serbia pritës kësaj radhe, është pak domethënë janë edhe gjaka çike të nxehta. Po. Por normale si çdo shqiptar, domethënë duam që ekipi kombëtar të fitojë. Po, okay. Nesër ku do Erman të bën keq Barazimi? Nuk të zë gjumë me Barazim? Si do e shikoni ndeshjen? Edhe bashkë qysh. Erman nesër në bëni plan si do e shihni, do mblidheni me shok me kështu për parë ndeshjen. Do mblidhemi ta shohim. Më duket se këtu në sheshin Italia do mblidhen gjithë tifozat kuqezi për ta parë ndeshjen për ta ndjekur ndeshjen e kombëtarës këtu. Do vënë ekran. Kishte një informacion për një ekran të madh që do vjet këtu përpara stadiumit. Për ta parë ndeshjen ata të gjithë aty, kështu që do kemi mundësi edhe ne ta ndjekim afër. Pas pak do jetë lanço me Ermën për 2 orë, 8 me orën 10. Ne do takohemi nesër në orën 19:30, do jemi live në Digital dhe Top Albania Radio, po ashtu do kemi edhe komentin në radio me 5 komentatorë siç e kemi bërë tani zakon. Deri nesër pushoni sot se nesër na pret një maraton e fuqishme, kështu që natë mirë, miru pafshim, miru dëgjojmë. Vazhdoni Ermën.